Kryeministri Hungarisë Viktor Orban dërgoi një mesazh mbështetje për presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić duke deklaruar se patriotët serb mund të llogarisin mbi patriotët hungarez. I dashur Aleksandër, të dashur patriot serb, ju përshëndes nga Budapesti, prej muajsh ndjekim se çfarë po ndodh në Serbi. Fuqitë të huaja po përpiqen të ndërhyjnë në jetën e serbëve. Kjo po ndodh edhe tek ne. Fuqitë të huaja duan t'u tregojnë serbëve si t'jetojnë dhe ne na bëjnë të njëjtën gjë, tha Orban në një video mesazh. Orban shtoi se fuqitë e huaja sulmojnë vazhdimisht ata që mbrojnë sovranitetin e Serbisë, sipas raportimeve të mediave të Beogradit. Edhe ne sulmohemi për të njëjtën arsye. E shohim që nuk dorëzoheni, e shohim që luftoni me guxim sepse doni një Serbi sovrane. Ne jemi vetëm, lufta juaj është edhe lufta jon. Patriotët serb mund të llogarisin në patriotët hungarez. Roft presidenti Vučić, roft Serbia, përfundon mesazhi i Viktor Orban.